Shkelësia ti, ambasadori Francës. Welcome, Mr. Ambassador. Faleminderit shumë. Edhe Valoni është me neve së bashku. Valon, mirë se erdhët, mirë mëngjes. Mirë se ju Çu je bien mirë se erdhët francesht? Bienvenue. Bienvenue. Merci. Faleminderit për se vini. Radh parë ju falenderoj shumë që keni pranuar me qenë me neve. Valon dhe ambasador, edhe pyetja ime e parë është a ju pëlqen ambienti? Monsieur le bienvenue ici à Gjakova. Et puis la première question, est-ce que ça vous plaît l'ambiance radio et télévision? L'ambiance à la radio et à la télé. Oui, j'adore Gjakov, c'est une très jolie ville. Le Kosovo n'est pas un très grand pays et l'avantage c'est qu'on peut aller partout et je viens assez souvent ici. E adhuroj Gjakovën. Gjakova është një qytet shumë I mirë, domethënë avantazhi I gjithë kësaj është se Gjakova, domethënë Kosova është një vend I vogël, edhe më vjen domethënë edhe vi dhe kaloj shumë shpesh edhe këndej Gjakova. J'étais là le week-end dernier, il faisait très beau, on était dans la rue du Bazar à manger ce truc dont je n'arrive pas à retenir le nom. Samoun me sucuk. Ishim të dielën këtu, domethënë në Gjakovë dhe mandej edhe kalu mandej ka pazari edhe ulëm në një vend edhe ambasadori ka thënë shumë samuni me sucuk I Gjakovës. Wow, kena me jap receptin. U doni le recet. Siç e dim, siç e thash edhe më herët, me të dashur në Gjakovë do të mbahet java frankofonisë, e cila është një aktivitet shumë I rëndësishëm për vendin ton, për Francën dhe sidomos në veçanti për Gjakovën. Dhe është shumë kënaqësi dhe nder për neve, është privilegj për neve që është zgjedh Gjakova si qytet për të mbajt java frankofonisë në Gjakovë. Siç po shohim këto janë, ky është programi, miqtë të dashur, I cili do të fillon me datën 21 mars në orën 13:30 pikërisht me balon. Kjo është e para quiz della me 22-in është në Gjakova. Po, për 22-shit, po. Kjo domethënë është se unë edhe nuk I kuptoj fort. Po. Është prej datës 22 në Gjakova. Në teatrin e qytetit Hadi Shehu do të keni mundësi t'i ndjekni. Shkëlqësia e juaj zoti ambasador, pse java frankofonisë këtu në Gjakovë? E kuptoj. Ça fait en fait plusieurs années que l'on organise une semaine dans la francophonie dans plusieurs villes du Kosovo. Ka disa vite që organizojmë javën e frankofonisë në disa qytete. Parce que le Kosovo est petit par la taille mais grand par la diversité. Sepse Kosova është e vogël për nga mallësia, por shumë e madhe për nga diversiteti. Et donc l'année dernière on était à Mitrovica et cette année on est à Gjakov. C'est un grand plaisir d'être dans cette ville qui a beaucoup de rayonnement, qui est une ville intellectuelle. Vitin e kaluar kemi qenë në Mitrovica, ndërsa këtë vit me kënaqësi jemi këtu në Gjakov, duke marrë parasysh se Gjakova është një qytet I intelektualëve. Avec des vraies relations avec la France. Je pense notamment au poète Ali Podrimaj, je pense aussi à tous ces élèves qui apprennent le français ici. Me raporte shumë të mira edhe me Francën, duke marrë parasysh edhe poetin Ali Podrimja, por edhe shumë gjithë ata shumë nxënës që mësojnë gjuhën frange këtu. Et donc, voilà, c'était le tour de Gjakov. Et on va voir un programme vraiment très, très intense, très dense. Ja, pra kjo ishte arsyeja dhe do ta kemi një program shumë të mirë të zgjedhur. Po. Avec une soirée très prestigieuse dans ce théâtre de Gjakov qui est extrêmement impressionnant. Me një mbrëmje prestigjioze, duke marrë parasysh në këtë teatr I cili është një teatr shumë I mirë, madhështor. Et c'est un théâtre d'ailleurs qui, avant même la semaine de la francophonie, a des relations avec le théâtre de la ville de Paris, qui est un des théâtres les plus prestigieux de Paris. Teatri I cili edhe më herët sa kemi dëgjuar ka pas edhe bashkëpunime të mira edhe me teatrin e qytetit të Parisit. Donc il y a une histoire de relation entre la France et Gjakov et on va la magnifier pendant cette semaine. Ka një histori në mes Francës dhe Gjakovës edhe do ta zmadhojmë, domethënë do ta kemi në këtë javë. Ne jemi shumë nderun rreth parë. Nous on est privilégié d'abord. Shumë nderun për faktin që edhe Gjakova njihet si njerëz që kanë dëshirë me qenë shumë të kulturun, edhe jemi, edhe I vlerësojmë shumë komplet popullin francez, duke e vlerësuar edhe kulturën jo vetëm për teatr, por në përgjithësi.
Ils sont très fiers en fait voilà, d'être choisis et puis le jour de Jacob aussi ils sont très culturels en fait ils aiment bien la culture et c'est pour ça qu'ils aiment bien. Non mais il y a qu'à voir la taille du théâtre, c'est juste tout à fait impressionnant. La première fois que j'ai vu ce théâtre, je me suis dit waouh, c'est incroyable, superbe Jakov. Kur e ka pa, domethënë për herë të parë teatrin, e ka pasur është një teatr madhështor dhe ka thonë wow, është një teatr Po ja vlej ka si ja zakonshëm dhe ja vlej ka marrë dhe me bu aktivitete. Et il y a quelque chose de spécial dans la semaine qu'on va faire à Jakov par rapport aux autres semaines les années précédentes dans d'autres villes. Ka diçka speciale që kemi do ta bëjmë këtë javë në Jakov sa I përket domethënë herave tjera që kemi bën në shtete tjera. Grâce à la très bonne implication, la bonne relation qu'on a avec diverses institutions ici à Kosovo, à Jakov, on va avoir une participation du public, des jeunes en particulier. Po një bashkëpunimi pra që kemi këtu me institucionet e Gjakovës, do ta kemi një publik të ri, des activités scolaires, la participation du chœur des femmes de Jakov lors de la soirée prestigieuse d'ouverture. Aktivitetet shkollore, mandej edhe domethënë edhe kuri i grave Gjakovës në hapje. Donc voilà, on sent à quel point Jakov est une ville vibrante et pleine d'énergie. Mund ta ndjejmë pra që Gjakova është një qytet I cili ka shumë energji. Faleminderit shumë edhe unë do të jem pjesë e asaj nate me 2 pozitë për zgjedhura, me siguri ambasadori nuk e di a din. Je lui c'est lui aussi, c'est un acteur aussi, c'est lui qui va lire la poésie. Oui, pour Dan c'est. Edhe mezi po pres. Et puis là il attend avec impatience. Pra valon siç e dim çdo vit frankofonia ka përveç që programit që ka shumë të mirë të ngjeshur artistikisht, e ka edhe një mesazh. Këtë vit cili do të jetë mesazhi kryesor, thelbësor. Le programme en fait voilà, c'est juste pas le message de la francophonie cette année. Je vais laisser Valon décrire un peu le programme et puis après je vais vous dire le message. Okej, domethënë po më lën pak me shpjegu programin këtij edicioni të frankofonisë mandej domethënë fol. Programi I frankofonisë që dha ambasadori domethënë është me hapjen e frankofonisë me datën 22. Me ceremoninë e hapjes, mandej kemi çdo natë kemi filma të cilët do të jenë pjesë në kinemon hyri e hona këtu. Do të kemi filma pra nga Franca, do të kemi filma nga Zvicra, filma nga Belgjika, pra do të ketë gjithashtu edhe aktivitete shkollore, do të ketë gjatë javës, pra do të jetë një program shumë I pasur me aktivitete të ndryshme, të përgatitura, të përzgjedhura enkas për këto. Andaj kemi edhe një grup I cili vjen nga Franca, I cili do të jetë një vallëzim të artit kontemporan, domethënë vallëzim kontemporan. Po, për ndryshe po duket që është një program shumë I ngjeshur artistikisht. Po, është një program I përzgjedhur enkas domethënë për shtetin e Gjakovës. Po më duket që është s'e di nashta mua edhe për kënaqësisë që është në Gjakov, po më duket që është pak më I zgjeruar se viteve të tjera. Peut-être il dit parce que voilà peut-être c'est à Jakov mais je vois que le programme est assez riche voilà avec des diversités culturelles. Est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement. Et le message c'est que la francophonie c'est pas que la France. C'est pour ça qu'on a des films suisses, des films belges et qu'on travaille avec les autres institutions. Donc quand on apprend le français, la langue française, en fait on s'ouvre des portes dans beaucoup de pays. Mesazhi pra është domethënë se frankofonia nuk është vetëm Franca, por në shtetet e tjera të frankofone, dhe për këtë arsye domethënë është edhe Belgjika, edhe shtetet e tjera është edhe Luksemburgu, edhe Zvicra, pra janë që për këtë arsye është edhe programi domethënë që ka të bëjë me shtetet e tjera frankofone. Po, Valon, po më intereson si mund të inkrajohen apo si mund të inkuadrohen të rinjt shqiptar që t'jenë për shembull a ekziston ndonjë listë të cilët të rit për shembull që doin më inkuadru në vitet tjera në vazhdim si pjesë e frankofonisë. Duke nisur prej vullnetarëve, prej ndihmësve të programeve që a ka ndonjë mundësi? Est-ce qu'il y a des possibilités de travailler avec des étudiants, avec des jeunes d'ici, de Jakov, pour préparer la francophonie à l'avenir? La semaine de la francophonie, ça revient tous les ans. Donc cette année, c'est à Jakov, mais à vrai dire, le Kosovo est pas si grand. Donc l'année prochaine, on sera ailleurs.
Mais vous parlez des études et ça c'est vraiment important. Il y a plusieurs centaines d'étudiants kosovars en France. Il y a des flux commerciaux, donc beaucoup de contacts culturels bien sûr, mais des contacts économiques aussi entre nos deux pays. Et la semaine de la francophonie, c'est un moment fort, mais quelque chose qui se vit tous les jours sinon. Java e Frankofonisë është një ndër pikat pra më të forta kësaj, por domethënë na kemi edhe bashkëpunim edhe me ka edhe qindra studentë nga Kosova, të cilët janë pjesë e universiteteve në Francë. Pra kemi edhe zhvillime tjera dhe bashkëpunime tjera në fushët e ekonomisë dhe tjera, kështu po kjo është ajo që është edhe pse frankofonia më dej është. Cilat a ka pas sfida gjatë organizimit të kësaj dhe cilat kanë qenë ato sfida ndoshta? Est-ce qu'il y a eu des problèmes voilà, pendant l'organisation des activités ici, prévues ici? Non. Bah, en fait, moi, on m'a signalé aucun problème. Alors, ils ont certainement travaillé très, très fort et très, très dur. Mais pour moi, tout roule. Nuk ka pas asnjë problem, ndoshta po thotë mua nuk më kanë tregu, po domethënë e di që kanë pas një bashkëpunim të mirë. Jo, e kisha ashtu këtu, por me të vërtetë kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe i falenderojmë për gjithë ata, domethënë drejtorinë e kulturës edhe drejtorinë e arsimit të komunës këtu, që kemi pas një bashkëpunim mjaft. Mais ça s'est passé, je crois, bien la préparation parce qu'aussi on se connaît, on a l'habitude de travailler ensemble. La directrice du théâtre, Alboulena Bokchi, a été invitée à Avignon. On connaît bien la directrice de la culture de la ville, on connaît la directrice de l'éducation. Donc ce sont des partenaires habituels. Të marrë parasysh bashkëpunimin që e kemi pasur pra edhe me drejtoreshën e teatrit, e cila ka qenë me neve në një mision në Festivalin Teatri Avignon, mandej edhe drejtoreshën e kulturës dhe drejtoreshën e arsimit, i kemi njohur praktikisht, kështu pra që ka qenë e thjeshtë për me bashkëpunu me ta. Do më thonë, po më doket që nuk është hera e fundit kjo që po bëhet frankofonia, po më doket që pe vjen një farë ere mirë që më bëhet vitin tjetër. C'est pas la dernière fois qu'on fait la francophonie, mais je crois que l'année prochaine aussi, voilà, on va venir ici. En tout cas, il y aura des spectacles, il y aura soirée d'ouverture très prestigieuse au théâtre, il y aura du cinéma tous les jours, il y aura une autre pièce de théâtre, il y aura aussi un chef cuisinier français qui va venir. Do më thonë, është ajo hapja prestigjioze që thamë, edhe filma që ka me qenë çdo natë, po ka me qenë edhe ka marrë edhe një shefi Christophe, një shef i kuzhinës që vjen nga Franca. Et qui préparera pour certaines réceptions, mais surtout qui aura aussi des activités dans des lycées professionnels. I cili ka me bo për ngaditje për degustime të gjërave domethënë që në kohët e frankofonisë, por gjithashtu do të punoj me nxënës të në shkolla profesionale. Et ça, c'est quelque chose, c'est une dimension sur laquelle on insiste depuis plusieurs années, allier le plaisir, l'utile à l'agréable. E kjo është domethënë një sani mirë që me lidhat kënaqësinë me gjëra domethënë të jashtëzakonshme të mira. Po më vjen shumë mirë dhe po ndjena jashtëzakonisht mirë. Po tash po duam i bëni një pyetje jashtë frankofonisë. Une question d'art de la francophonie en fait. Sa i përket raporteve Kosova dhe Franca, po më intereson a ju në hap dyrt për djemë dhe vajza të reja për mundësi të reja studimi në Francë duke e pas ndihmën edhe prej ambasadës franceze? La relation entre le Kosovo et la France et puis l'ouverture voilà pour les études en France. Alors, les relations entre nos deux pays, elles sont bonnes depuis le début. Hein. Vous ne pouvez pas refaire l'histoire, mais tout le monde sait le rôle qu'on a joué en 99. Raportet janë shumë të mira, nuk u du më kthy në fillim, po ju e dini që domethënë prej 1999-s. En 99, en 2008 aussi, bien entendu. Gjithashtu mandej edhe në 2008-ën. Alors, ce que l'on fait en ce moment, c'est qu'on on essaye de développer les relations entre universités. Tani jemi duke u mundu që të marrëdhëniet ndërmjet universiteteve i ndërtojmë. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point la jeunesse kosovare est européenne. Kjo domethënë që e befason është kjo rinia kosovare sa shumë evropiane është. Et donc, mon message très simple pour tous les étudiants et aussi tous leurs parents. Edhe mesazhi i thjesht për gjithë studentët, por edhe gjithë prindërit. C'est profiter de ce moment unique dans la vie où on est étudiant, où on a l'avenir devant soi.
aller faire des études en Europe et notamment en France. Përfitoni pra nga ky moment, edhe gjithashtu përfitoni nga studimet dhe shkoni të përfundoni studimet e juaja në Francë, po në Evropë. On a quelques bourses de l'ambassade de France. I kemi disa bursa të ambasadës Francës qui peuvent couvrir par exemple un master sur 1 an ou sur 2 ans. që i kemi për me mbulu shpenzimet për një master një vit ose ose 2 vjet. Mais surtout, il y a ce programme européen qui est absolument fantastique, qui s'appelle Erasmus. Ka edhe programi evropian që është Erasmus, që është një program fantastik. Qui permet de faire des séjours plus courts. Që mundet me shku me bo pak ma shkurt, studime pak ma shkurta. Il y a déjà pas mal d'accords entre des universités françaises et des universités kosovares. Ka shumë bashkëpunime dhe marrëveshje në mes të universiteteve kosovare dhe atyre franceze. Et pour les jeunes qui se sentiraient pas complètement à l'aise en français, il y a pratiquement toutes les universités françaises offrent des curricula en anglais. Edhe për gjithë ata studentat të cilët nuk e flasin mirë gjuhën franga, atëherë ka ka kurrikula të ndryshme të cilat janë në gjuhën angleze. Domethënë na metet vetëm mu interesu dhe pas ka shumë mundësi. Ça veut dire qu'il a beaucoup de possibilités, juste il faut qu'il a beaucoup d'intérêt aussi par les étudiants. Exactement. Encore une fois, je pense que les jeunes kosovars sont très très ouverts, très européens. Et en fait, mon message, c'est plus pour les parents. C'est peut-être parce que j'ai l'âge d'être parent. E sakt, pra domethënë si studentët kosovarë janë shumë evropianë edhe shumë tapër, edhe ndoshta ky domethënë pasi që edhe unë jam prind, ky mesazh ishte për prindërit. Po, patjetër. I falenderojmë shumë për këto informata që na dha, po besoj që patet mundësi me ndëgjue dhe ju prindër bëni pamundurën që fëmijët e juaj me shku me studiu në Francë, sepse me të vërtet është një super vend dhe një super mundësi. Balon, e dim shumë mirë që Franca njihet shumë për artin, edhe për kulinarin, për gastronomin, po ambasadori apo e gjen veten, domethënë apo është i kënaqur të ditë që është tash edhe është ardhërisht domethënë si ambasador që 2 vjet, po për këto vjet a ka shumë me u stabilizu me ushqim në vendin tonë. Par rapport à ce qu'on mange en France, parce qu'on mange bien, c'est la culture culinaire de la France. Mais ça veut dire pour vous ici, voilà, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que ça vous va? Qu'est-ce qu'on mange ici? Est-ce que vous avez d'habitude maintenant en fait avec? Sepse edhe ne jemi popull pak si përgut, edhe hajmë shpejt. Parce que nous ici au Kosovo, un petit peu, on mange tout en vitesse en fait, on mange très vite. Alors, c'est la question piège, ça. Mos është veç ndaj kështu fure. Jo, bashkë më intereson, a ka mujt mu stabilizu me ushqimet tona. Domethënë na I vlerësojmë shumë ushqimet franceze dhe dim që është. Alors, vous voyez, j'ai fait 1h30 de route pour manger un salmoné sucuk. E ka bërë domethënë një orë gjys për marrë me hongër një salmoné sucuk. Edhe sot. Domethënë është vlerësimi gjithçka në rregull. Ça veut dire que voilà tout va bien. Tout va bien, j'adore le fromage de char. Adoran djathin e sharrit. Ah, ok. Et ouais, c'est pas exactement la même culture de repas qu'on a en France, mais c'est ça qui est chouette, de passer de l'un à l'autre. S'është njëjta kulturë domethënë sikur se edhe në Francë, po është mirë domethënë me ndru domethënë me kalu prej njënës tjetrën. Po, domethënë kemi edhe na nuk jemi keq domethënë. On est pas mal, non? Absolument. Non, je suis pas du tout à plaindre. Tout va bien. Po më intereson njëra prej pyetjeve, edhe po kam qejf edhe një herë me dëgjuar për publikun, për krejt Kosovës, cili është vendi për këto vite, për këto 3 vite, cili është vendi që I ka pëlqyer më shumë ti në Kosovë? C'est la question, voilà, ça fait 3 ans que vous êtes ici, c'est quoi le meilleur lieu que vous avez visité? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, le Kosovo est petit mais grand par la diversité. Moi, ce qui me frappe, c'est que chaque ville a une atmosphère différente. C'est pas la même atmosphère à Prishtina et ici, c'est pas la même atmosphère à Prizren et à Peja. Siç e thash pra edhe më herët, domethënë Kosova është e vogël edhe po ka një diversitet jashtëzakonshëm, edhe secili qytet e ka ato të vetën, domethënë ka diçka specifika të ndryshme. En fait, ce que j'aime,
c'est difficile pour moi de dire je préfère cette ville ou cette ville. En fait, ce que j'aime, c'est me promener. Është shumë e vështirë me thonë që më pëlqen ky shtet ose ky shtet, po krejt çfarë do të thonë se më pëlqen me ushetit, pra me i vizitu këto vende. Të gjitha vendet. Et donc de venir, par exemple, ici ce matin avec cette autoroute fantastique jusqu'à Prizren, et puis après la petite route, on passe sur le pont du Destin, il y a le vieux pont ottoman, enfin tout ça est très joli. Rruga do të thonë cilën e bëm nga Prizreni deri këtu te ura e fshajt ka kaluar edhe hyrja në qytet, pra do të thonë gjithçka është e bukur. Faleminderit shumë ambasador, po edhe një pyetje kam për të fundit. Merci monsieur l'ambassadeur. Edhe një pyetje të fundit kam. Përveç frankofonisë, cilat janë projektet kryesore që Franca do të mbështet dhe ka mbështet deri më sot dhe që ka vendosur mos me ndërprer mbështetjen e tyre në përgjithësi për Kosovën. En dehors de la francophonie. Jo vetëm artistike, po të gjithë në këtë aspekte. E ka kuptu po ndohet. Tous les aspects, c'est ça? Oui, dans tous les aspects. En dehors de la francophonie, c'est quoi les autres aspects que la France et le Kosovo ont fait de projets? On travaille depuis un peu plus d'un an sur des projets vraiment très importants financièrement, sur tout ce qui est lié à la transition énergétique. Ka që një vit, do të thonë që jemi të punu në konkretisht në projekte të cilat kanë me këto të rrymë transizioni elektrik. Le Kosovo est un pays fantastique, mais la manière de produire l'électricité est affreusement sale. Kosova, do të thonë, është një vend fantastik, po mënyra që është me prodhu energjinë me të vërtetë nuk është në nivelin. Donc je ne peux pas vous dire beaucoup, entrer dans les détails parce que c'est encore en cours de finalisation, mais on travaille avec le gouvernement pour aider à la transition énergétique. Nuk mund t'ju them me hi në detaje teknike, por mund t'ju themi se jemi duke punuar me qeverinë e Kosovës, domethënë për këtë kanal energjetik. Donc ça c'est sur la transmission électrique, sur l'efficacité énergétique, toutes ces choses qui sont un peu techniques mais qui en fait font le quotidien et qui font le bien-être de nos poumons. Janë çështje teknike, po të cilat me të vërtetë ndikojnë domethënë negativisht edhe në mushkëritë tona edhe tek njerëzit. Donc si vous me réinvitez dans quelques mois, je pourrais rentrer plus dans les détails et donner des chiffres. Nëse më ftoni edhe një herë pas disa muajve, atëherë më hin detaj edhe më dhon edhe shifra. On parle de pas mal d'argent. Edhe folim për një shumë goxhat madhe të para. Është shumë kënaqësi me pas ambasadorin në studio, është shumë kënaqësi jo për disa muaj, po për çef çdo ditë. Pour la plaisir, il peut vous inviter tous les jours en fait. Avec plaisir. Faleminderit shumë ambasador, faleminderit shumë Balon, faleminderit shumë dëgjues dhe shikues që ishit me neve për këto orë të vlefshme të jujat. Ju ftojmë të gjithëve që të vini dhe të jeni pjesë e frankofonisë, sepse na kanë nderuar me të vërtetë duke qenë frankofonia duke mbajtur në qytetin tonë Gjakovës. Nashta ka kuptuar ambasadori? Po. Faleminderit të gjithëve që ishit me neve. Ambasador, faleminderit shumë. Faleminderit. Që është bien faleminderit francesisht? Merci beaucoup. Na sot po mbyllim këtu së bashku bashkë me ambasadorin me Balonin, po mbyllim këtë program duke e pyetur edhe për një mesazh të fundit ambasadorin, një mesazh të fundit për publikun. Un message pour le public. Venez tous samedi soir au théâtre de Gjakov pour l'ouverture de la semaine de la francophonie. E janë të gjithë pra në teatrin e Gjakovës për hapjen, për ceremoninë e hapjes së frankofonisë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, merci. Faleminderit shumë. Valon, faleminderit.